Dashi. Sot do prekni zemrat e atyre që ju rrethojnë dhe ata do ndihen me fat që ju kanë pranë. Jeta sentimentale do jetë më e rëndësishme se ajo profesionale. Nëse jeni në një lidhje, përgatituni për çaste të shumta romantike, për pasion, emocione dhe surpriza të mëdha. Çdo gjë do ndodhë ndryshe nga sa mund ta kishit parashikuar. Ju beqarve do ju shumë fishohen ftesat për të dalë në për takime dhe për dikë do ju radh zemra më fort. Në punë do dini si të veproni në çdo situatë dhe gjithçka do ju ecë sipas parashikimeve. Gjendja e financave do filloj të ketë përmirësimet e parashëndeti. Sot do ndiheni më energjik, por shmangni emocionet e forta sepse mund të sjellin lodhje nervore. Kujdesuni pak më shumë për qetësinë mendore. Këshilla e ditës: mos neglizhoni asnjë shenjë të vogël zemërimi. Zgjidhini gjërat me butësi dhe çdo gjë do shkojë më mirë. Demi. Kureshtja do ju shtyjë të tentoni edhe gjëra të reja gjatë kësaj dite. Nuk do keni as frikë të provoni risi në çdo fushë. Nëse jeni në një lidhje, më në fund do i konkretizoni disa projekte që keni menduar për jetën tuaj në çift dhe do ndiheni më të plotësuar. Harmonia dhe mirëqenia do mbizotërojë gjatë gjithë kohës. Ju beqarët do njiheni me persona mjaft tërheqës me të cilët do ja vlejë të krijoni një lidhje. Në punë do jeni ambicioz dhe do arrini sukses të madh. Mund të lodheni pak, por arritjet do ju çlodhin menjëherë. Në planin financiar nuk duhet të kryeni shpenzime shumë të mëdha edhe sikur të ardhurat të jenë të mira. Shëndeti: qëndroni aktiv, por mos e teproni me lodhjen fizike. Trupi juaj ka nevojë për pak pushim të ndërmjetëm. Këshilla e ditës: ruani qetësinë në vendimet e rëndësishme. Gjërat e bëra me nxitim nuk ju sjellin asnjë të mirë. Binjakët. Dielli do u ndriçojë mendimet gjatë kësaj dite dhe do ju nxit t'i fiksoni edhe më mirë objektivat. Bëni një listë me gjërat më të rëndësishme që duhet të bëni në mënyrë që të mos ngatëroheni. Jeta në çift do jetë përgjithsisht e qetë dhe as pak problematike. Edhe pse tundimi mund të jetë i fortë për një person që do takoni rishtazi, nuk do e tradhtoni atë që keni në krah. Nëse jeni beqar me shumë gjaz, do gjeni personin tuaj të ëndrave dhe do ndiheni të plotësuar. Në punë do jeni mjaft të motivuar për të ecur përpara dhe do ja dilni mban me sukses. Në disa momente mund të jeni edhe të gatshëm të bëni sakrifica. Në planin financiar duhet ta shtrëngoni pak rripin sot që ta keni të nesërmen të siguruar. Shëndeti: sot do jeni në formë të mirë, por stresi mund t'ju lodh pak. Merrni frymë më thellë dhe mos i lini mendimet negative t'ju pushtojnë. Këshilla e ditës: mos u ndalni sot. Dita ju shpërblen kur tregoni këmbëngulje. Daforia. Sot do jeni gjithë kohës me humor të keq dhe asgjë nuk për t'ju ecur si e kishit menduar. Nëse keni një lidhje, keqkuptimet do jenë të njëpasnjëshme. Nuk do silleni në mënyrë korrekte me atë që keni në krah dhe mund të debatoni ashpër në disa raste. Ju beqarët duhet të ndryshoni strategjinë e joshjes sepse përndryshe nuk keni për të arritur asgjë. Në punë do përballeni me pengesa të njëpasnjëshme, sidomos nëse ushtroni profesionin në kompani private. Mos i besoni askujt. Në planin financiar duhet t'i vendosni vetes disa kufi që po ja rritët do e stabilizoni situatën. Shëndeti: mund të keni luhatje humori dhe lodhje fizike. Mos u përballni me tensione, por kërkoni pak qetësi. Këshilla e ditës: reagoni më pak dhe mendoni më shumë. Sot fjala e gabuar mund të krijojë situata të panevojshme. Luani. Sot do keni dëshirë të bëni shumë gjëra njëherësh, t'ia dilni dhe kënaqësitë të jenë akoma më të forta. Do jetë paksa e vështirë kjo gjë, por jo e pamundur. Nëse jeni në një lidhje sot, është dita më e përshtatshme për të folur për dashurinë dhe për ndjenjat. Përgatisni edhe ndonjë recetë të këndshme dhe surprizojeni partnerin. Ai do ju ketë blerë diçka që e keni shumë për zemër. Ju beqarët do jeni shumë të shpërqendruar. Do keni disa takime dhe nuk do dini se me cilin person të hidhni hapa më tej. Në punë do jeni më të përgjegjshëm dhe do i bëni ballë xhelozisë së disa kolegëve. Sektorin e financave do dini si ta menaxhoni kështu që situata do mbetet nën kontroll.
Shëndeti, energjia është mesatare. Ushqihuni më rregull dhe mos e teproni me aktivitetet e shumta. Këshilla e ditës, një hap një herë. Nëse nxitoni humbni më shumë se sa fitoni. Virgjëresha. Hëna do ju bëj edhe më sharman gjatë kësaj dite, por Mërkuri në disa momente do e bllokoj komunikimin në familje. Nëse jeni në një lidhje mundohuni që për çdo dyshim apo paqartësi të flisni hapur me partnerin dhe të mos lini asgjë për nesër. Do falni dhe do ju falin sot. Nëse jeni ende të vetmuar ka mundësi të ndeshni në mes të rrugës një person që do ua ndryshoj jetën në mënyrë të paimagjinueshme. Në punë nuk do jeni më të mirët, por do ua kaloni disa kolegëve ziliqar dhe që ju kanë sharë. Për mirëqenien e financave duhet të përkujdeseni pak më tepër. Shëndeti, mund të ndiheni të lodhur nga tensionet e ditës. Bëni pak pushim dhe shmangni diskutimet e panevojshme. Këshilla e ditës, mbani qetësinë dhe mos I merrni personal fjalët e askujt. Sot fiton ai që ruan ekuilibrin. Peshorja. Sot do ja hapni edhe më shumë zemrën atyre që keni pranë dhe do arrini me qetësi të zgjidhni edhe disa hatërmbetje. Vetëm në mbrëmje mund të ndodhë ndonjë debat I paparashikuar. Nëse jeni në një lidhje duhet të tregoheni më të ëmbël, më romantik dhe më shprehës nëse doni që gjithçka t'ju ecë më së miri. Gjithmonë duhet dhënë dhe nuk duhet pritur vetëm për të marrë. Ju beqarët do takoni dikë, I cili do ju bëjë vërtet të ndryshoni mënyrën e të parit të botës. Në punë do bëni më të mirën për të arritur objektivat dhe do ja dilni pavarësisht kolegëve që do mundohen t'ju pengojnë. Paratë do jenë të mjaftueshme për nevojat që do keni. Shëndeti, energjia do jetë mesatare. Pak lodhje mendore nga debatet e ditës, ndaj shmangni konfliktet e panevojshme dhe kërkoni qetësi në mbrëmje. Këshilla e ditës, jepni më shumë ngrohtësi dhe më pak kritik. Kjo është çelësi I harmonisë suaj sot. Akrepi. Klima yjore do favorizoj bashkëpunimin dhe humorin gjatë kësaj dite. Jeta sentimentale dhe ajo miqësore do jenë shumë të bukura dhe do ua mbushin zemrën me gëzim. Nëse jeni në një lidhje keni për të pasur më shumë çaste intime dhe romantike. Në mbrëmje mund të shkoni edhe në një party e do argëtoheni si të çmendur. Ju beqarët do kuptoni se keni shumë të përbashkëta me një mik dhe do filloni ta shohin atë me sy tjetër. Në punë stresi në disa momente do ua vështirësoj gjërat, por nuk duhet të dorëzoheni menjëherë. Shpenzimet do I kryeni pa llogari, por përfat gjendja do mbetet e mirë. Shëndeti, kujdesuni për pushimin sepse lodhja dhe ritmi I shpejtë I ditës mund t'ju shterojnë energjitë. Mos e teproni me aktivitetet e natës. Këshilla e ditës, ruani ekuilibrin emocional. Sot entuziazmi është I bukur, por mos harroni të mendoni edhe për veten. Shigjetari. Sot do jeni të gatshëm të bëni çdo gjë për të larguar mendimet negative dhe për ta bërë jetën akoma më të bukur. Nëse jeni në një lidhje, reflektimi dhe maturia e kohëve të fundit do sjellë frytet e duhura. Do ndiheni shumë mirë së bashku me partnerin dhe do keni dëshira të përbashkëta. Nëse jeni vetëm do keni etje për freski dhe egzotizëm. Gjithsesi tregohuni të arsyeshëm në mënyrë që mos bëni gabime. Në punë mendimet pozitive do ju ndihmojnë të kaloni çdo problem të minutës së fundit. Vendosmëria nga ana tjetër do ju bëjë të ecni më përpara. Financat nuk do jenë të shkëlqyera, por të mjaftueshme për shpenzimet e nevojshme. Shëndeti, gjendja emocionale do jetë e mirë, por ruani ritmin që të mos lodheni fizikisht. Aktivitetet e lehta ju bëjnë mirë. Këshilla e ditës, mos kërkoni përsosmëri. Mjafton të ecni përpara me qetësi dhe logjik. Britsjapi. Sot ka mundësi të ndikoheni shumë nga disa persona, të cilët do ju shtyjnë në rrugë të gabuar. Sa më shpejt të distancoheni prej tyre, aq më mirë do të jetë. Nëse jeni në një lidhje përkushtojuni më shumë partnerit sot, sepse fal një problemi profesional apo fizik, ai do ketë nevojë për ju. Ju beqarët ka rrezik të mos jeni shumë të logjikshëm dhe të bëni gabime sot me zgjedhjet. Në punë nuk do ju dalin as pak vështirësi, por nuk do keni as ndonjë arritje më shumë nga sa keni pasur.
Në planin financiar nuk duhet të bëni ato që do ju thonë miqt sepse do mbeteni shpejt pa para. Hua mos jepni kur sesi. Shëndeti, do keni pak lodhje psikologjike sot. Mundohuni të pushoni më shumë dhe mos u merrni me njerëz që ju stresojnë. Këshilla e ditës, dëgjoni vetëm zërin tuaj të brendshëm. Jo çdo këshill nga të tjerët vlen për ju. Ujori. Kjo ditë ka për të qenë shumë e bukur dhe me diell për ju. Gjërat më në fund do marrin drejtimin e duhur në çdo fushë. Nëse jeni në një lidhje do merreni vesh për mrekulli me partnerin, do jeni në humor dhe do kërkoni të mos ndaheni asnjë moment nga njëri tjetri. Marrëdhënia juaj do jetë më e gjallërishme se kurrë. Edhe për ju beqarët gjithçka do ecë si duhet. Do ua pranojnë ftesat që do bëni dhe do ju ndizet drita jeshile. Në punë do i merrni gjërat me entuziazëm dhe do bëni gjithçka me dëshirë. Keni për të arritur edhe më lart nga sa keni menduar. Financat do favorizohen akoma dhe më shumë, megjithatë nuk duhet të shpenzoni kuturu pasi një ditë edhe parat mbarohen. Shëndeti, do jeni energjik dhe pozitiv. Vazhdoni kështu, por kujtoni të hidratoheni dhe të bëni pak pushim. Këshilla e ditës, mos e humbni spontanitetin, por ruani maturinë në vendimet financiare. Peshqit. Sot do i keni idet të turbullta dhe në shumë momente nuk do dini çfarë hapash të hidhni. Nëse jeni në një lidhje duhet të bëni të pamundurën t'ju jepni përgjigje disa pikpyetjeve që ju kanë lindur. Me xhelozin duhet gjithashtu të bëni kujdes sepse mund të sjellë mosmarrëveshje të forta. Ju beqarët duhet të merrni kohën e duhur për të reflektuar para se të vendosni pasi disa persona që do këmbëngulin t'ju bëjnë për vete do jenë intrigues dhe shpirtfuqi. Për punën nuk do ketë shumë vështirësi. Me hapa të ngadalta, por do ju afroheni objektivave. Financat nuk do jenë të shkëlqyera, por as në gjendjen e keqe siç kanë qenë më parë. Shëndeti, do keni luhatje humori, lodhje dhe pak konfuzion mendor. Shmangni vendimet e nxituara dhe pushoni më shumë. Këshilla e ditës, mos i besoni pamjes së parë. Sot gjërat nuk janë ashtu si duken. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.